Ne kemi ndarë video që janë live stream. Live stream do të thotë që janë koreale që ti jenë në YouTube. Në YouTube, video që janë jo live stream të regjistruar që ti shikon më vonë, dhe pastaj një pjesë të videove që ne kemi përjashtuar nga këto statistikë janë shortsat. Shortsat janë ato videot shumë të shkurtra, 10 sekonda, 20 sekonda, të cilat ty YouTube dhe vetë i sugjeron që ti shikosh pa i kërkuar ose pa dashur me i parë, kështu. Ja, për shumë, kemi grafikën e parë, më nxirë atë ku Report TV-ja, se jemi në ekranin tonë, është i dyti, si është përzgjedhur, dhe në vend parë shojmë Top Channel. Këtu, çfarë videosh janë? Këtu janë videot jo live, pa shortsat. Jo live. Jo live, pa shortsat, për periudhën 11 deri në 13 maj, dhe të përzgjedhura vetëm videot të cilat nuk kanë pasur një temë tjetër përveç zgjedhjeve. Çfarë do të thënë? Pra, janë vetëm për zgjedhjet. Vetëm për zgjedhjet, do të thënë televizionet e tjera mund të kenë pasur videot të tjera shumë herë më të suksesshme, që ato mund t'i ngrejnë në statistikë. Por po flasim për një muaj për zgjedhjet. Po flasim vetëm për zgjedhjet në këtë rast. Kështu. Dhe këtu bëhet fjala për videot jo live. Atje ka dalur Report TV-ja, patjetër. Dhe i pari nga informative dhe i dyti në rang kombëtar.